Le të votojmë për birin e dëshmorit të UÇK-s nga Kosova Mustaf Qoraj, në restorantin Cielo me një dekor elegant dhe i njohur për ngjarje të veçanta, shqiptari nga Kosova, Shpëtim Tim Qoraj, hapi fushat për të zgjedhur në parlamentin e New Yorkut. Shpëtim Qoraj, i biri i dëshmorit të UÇK-s nga Kosova Mustaf Qoraj, është kandidat për në Asamblenë e Shtetit të New Yorkut. Në këto mjedise, ishin të pranishëm figura të njohura shqiptare, të thjeshtë dhe lider komuniteti për të mbështetur kandidaturën e tij. Në hapjen e fushatës ndodheshin imam dhe kapelani i New Yorkut Tahir Kukaj, Fitim Shabani, antar i Komitetit Shqiptar, Dritangashi, Albert Shalaj, Kastriot Blakaj, Fatmir Frank Sela, Hakim Budzaku, aktivisti Belul Qoku, antar të shoqatës Kosova dhe shumë pronar biznesesh, të cilët me dashamirësinë më të madhe ju ndodhen pranë këtij biri të denjë të diasporës dhe të Kosovës. Në këtë fushat, kishte edhe shumë Amerikanë që janë zgjedhësit e tij. Në ceremoninë nderonte me pjesëmarrjen e tij asamblisti Charles Fall, i cili u prezantua te Tim Qoraj me plot kulturë dhe nderim. Ai është kryetari i Partisë Demokratike të Qarkut të Rikmondit, ndihmës udhëheqës i shumicës dhe përfaqësuesi i distriktit të 61 të Asamblesë së New Yorkut dhe shëmbulon bregun verior të State Island, ku ai ka banuar gjithë jetën e tij. Cliff Hagen, sekretare ekzekutiv për Partinë Demokratike të Qarkut të Rikmond, Bianca Rajper-Saud, udhëheqëse e distriktit femëror për Partinë Demokratike të Qarkut të Rikmondit dhe menaxhere e fushatës për Team of Assembly, John Bonavita, antar i Komitetit Ekzekutiv për Partinë Demokratike të Rikmondit e të tjerë. Prania, energjia dhe inkurajimi i tyre natyrisht që u frymëzuan për të ecur më tej për të fituar zgjedhjet. Motoja e kandidimit të ardhshëm është vendosja e komunitetit tonë në vend të parë dhe nderimi i një distrikti të asamblesë më të fortë dhe më të qëndrueshme. Ne ju urojmë shumë suksese Shpëtim Tim Qorajt për të fituar zgjedhjet si asamblisti i Shtetit të New Yorkut dhe ju ftojmë të jemi së bashku për të mbështetur kandidatin e tij.